puna ime zyra që ishte disa stopë me tren, më thonë në toksore, se subway që i gjojmë këtu. Dhe unë pikrisht kom qenë në tren rreth orës 8:45 para 9 dikun dhe në rajon dëgjuar një zhurmë prej njerëzve të cilët komentoshin për diçka, për se ka rënë një avion në ndërtesë, po sikurse edhe mund ta kuptoni jeta në Amerikë është tepër, veçanërisht në New York e ngarkuar me çështje veta dhe ajo zhurmë vetëm si zhurmë në background, dhe vetëm kur kam dalë pas në sipërfaqe kem bërë se diçka ka ndryshuar, por fillimisht kem të bindur se ka qenë një aksident, një gjë që vështirë ta besojmë se si mund të ndodhë, por mund të ndodhë. Por nuk vonoj shumë dhe kur rada avioni i dytë, kur posa isha hyrë në zyrën time, kur bisedoshim për këtë gjë me stafin, sepse zyrja merret me sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve dhe pikërisht na interesonte se çka ka ndodhur. Dhe pame me njëherë se kur radhen avioni i dytë në ndërtesën e dytë, e pame se kjo nuk është një aksident, se nuk është një gjë e rastit, por një gjë e kalkuluar nga ata të cilët doshin të bëjnë ata çka bën, domethënë të marroshin botën, të damtoshin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçantë New York në zemrën e shëbave. Dhe me këtë ditë përjetojmë me dhimbje sepse kem pas edhe përveç që kem njoft njerëz, po kem pas edhe shqiptarë tonë të cilët edhe familjarë jo të largët nga familjet tona që kanë humbur jetën atë ditë. Ato ditë të parave nuk është ditë tamam saktësisht se kush dhe çka, por menjëherë morëm lajm se në mes të këtyre viktima ishin edhe 3 të shqiptarë, më thënë 2 të afërt të mi, një Cama dhe një Dedvukaj që janë nga Visi Kavihun nga Malësia dhe një nga Plavë Gusia në Gjëmbalaj. Ashtu që i kujtojmë atë ditë, i kujtojmë këta njerëz, i kujtojmë këta viktima, kujtojmë heroizmin asaj dite. Zoti Cama, a janë këta viktimat e vetme prej shqiptarëve që kanë jetuar dhe vepruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ka edhe të tjerë shqiptarë që kanë mësuar me jetë në sulmet terroriste të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Ja, këta 3 janë njerëz të cilët shqiptarë të cilët kanë humbur jetën atë ditë në sulmet e 11 shtatorit, domethënë që kemi verifikuar natyrisht me kohën, dhe këta janë të vetmit 3 shqiptarë që kanë humbur jetën atë ditë. Zoti Cami, nëse nuk gaboj, pra kishte edhe policë shqiptar, zjarrfiks shqiptar, pra që ishin në kuadër të kontingjentit të policisë dhe zjarrfiksëve të cilët po ashtu kishin intervenuar pra për të munduar pra që të nxjerrnin qoftë viktima, qoftë të mbijetuar eventual nga gërmadhat. Pra, me sa kam informacion, pra kishte të angazhuar direkt dhe shqiptar, apo jo? Dhe policëve të cilët, ndërsa gjithë mundonin të delnin jashtë nga ndërtesat, të cilët në atë kohë dhe nuk dihej rreziku që kanohej, se nuk dihen ishin shumë zjarre në lëvizje, dhe ata pikrisht marrin drejtimin drejt flakës, drejt zjarmit, drejt rrezikut, dhe ndërta natyrisht në rangjet e zjarfikseve dhe policëve në Sheba dhe në New York në veçanti ka shqiptar, por atë ditë nuk ka pas viktima shqiptar përveç këtyre 3 që i përmendim më parë. Zoti Camaj, cila ishte në fakt rrjedha që morën Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këtij sulmi, ose si ndikoi ky sulm terrorist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me çështjen e sigurisë dhe zhvillime tjera politike? Kur e shikojmë fillimisht ndryshimi në jetën e përditshme, ne gjithë e shohim trajtimi i ndryshëm kur hym në avione, në aeroporte, në siguri, natyrisht aty vetëm fillojmë ta shohim, e kemi pa me vite me radhë. Po kur kthehemi reagimi i Amerikës ka qenë një farë dhe fillimisht në galvanizim patriotizmi, ndjenje se jemi të rrezikuar nga ata që duan të dëmtojnë, dhe pame nga aktet terroriste, nga vendet siç ishte Afganistani dhe zona aty ku vishin pjesëtarë të Talibanit. Dhe reagimi natyrisht ishte mjaft i fuqishëm, me kohë kem pas zbehen dhe reagimet, por vlerësoj që në atë kohë nuk ka pas një tjetër rrugdalje vetëm ashtu që si është dashur të reagohet, që të tregohet botës se ne jemi mbrojmë veten, dim ta mbrojmë veten dhe në kushte dhe në raste të veçanta, siç ishte edhe diçka që teoria e presidentit Bush atëhershëm, më mirë të luftojmë atje se të luftojmë këtu në rrugët tona në qytetet
shtetet tona dhe ajo zgjati një kohë të gjatë ai luftë dhe sot akoma vazhdon në një farë mënyrë ai lufta me terrorizmin është një luftë që siç është deklaruar dhe atëherë nuk fitohet me një betejë ose me një luftë, por është më fort, më tepër një strategji e gjatë kohore për të jo vetëm për ta luftuar me fishek, me plumba, por edhe me ideologji, me ndryshim të mendjes, me gjëra objektive të cilat e ndryshojnë